Komisioneri shtetëror i zgjedhjeve Ilirian Celibashi dha sot një deklaratë për mediat ku ju përgjigj pyetjeve për zgjedhjet e 11 majit. Celibashi foli për procesin e dërgimit të fletë votimeve për shqiptarët në diasporë, ku sipas tij 154.770 zarfe janë shpërndarë deri më tani drejt votuesve të regjistruar jashtë vendit. Gati ka përfunduar procesi i rekrutimit të operatorëve të përdorimit të pajisjeve PEI. Janë akoma pa mbuluar rreth 150 qendra votimi, akoma pa operator. Kemi numër kandidaturash edhe për këto qendra votimi. Jemi në pritje të shqyrtimit, po shqyrtojmë këto kandidatura dhe besoj për punë ditësh, 2-3 ose deri në fund të kësaj jave do të kemi informacion më të plot në lidhje dhe me këto qendra votimi. Por ajo çfarë është e rëndësishme të theksojmë është pikërisht procesi i trajnimit të operatorëve të pajisjeve të identifikimit elektronike të identifikimit. Sikurse mund të jeni njoftuar, kanë mbritur fletët e votimit nga jashtë tashmë prej disa ditësh, janë duke u përgatitur së bashku me fletë e votimit dhe materialet e tjera zgjedhore për votimin brenda vendit në magazinat që kemi në Lundër.